U kthye me fest, me muzikë, me buzëqeshje. Ky është momenti kur unë në Ada dalim për një orë përpara. Po. Dalim për pasaportë. Jam në fillim, është ora 8 për mua. Mirëmëngjes Nada. Mirëmëngjes Mikaela. Mirëmëngjes mes. Hey, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Elefteri. Mirëmëngjes erdhe. Zërit Siamez dhe Mikaela. E pra. Ose motrat Siamez e kot. Tani. Po mirë më po. Prit. Po do t'i kontrolloj. Nuk është deklarata Mos e bëj atë punë, mos e bëj. Nuk e prisnim. Elefteri si je? Mirë. Si ka shkuar java për ty? Java shumë mirë, përpos ditës së sotme që qenë ka shumë zymt, shumë shi, shumë duket sikur na impakton koha. Jemi krejtësisht të varur nga dielli, të paktën ne që jetojmë në Shqipëri dhe jemi të bekuar në fakt nga kjo lloj klime. Duket sikur biem në depresion direkt sa ndryshon moti, në fakt. Po çuditërisht ne jemi mësuar me energji dhe po na pëlqen shumë kjo e premte. Ju domethënë jo, bini nuk ka dritare që të shohim se çfarë bëhet jashtë, se do na kishte ndryshuar humori. Pak po e sigurt. Vetëm të lutem afrohu tek mikrofoni, sot do të udhtojmë së bashku dhe kemi një destinacion shumë të bukur ku dielli është çdo ditë dhe nuk ka probleme të tilla si rrebeshjet e shiut. Egjipti, një destinacion shumë i preferuar nga shqiptarët edhe i vizituar shumë vitin e kaluar. Çfarë thon shifrat? Prej shumë vitesh tani më është sikurse ti e the një destinacion që konkuron me Shqipërinë për ditët me diell. Është një destinacion 12 mujor, për shkak sepse ka det, diell, mot të mirë dhe resorte luksoze në 12 muaj të vitit, ndërsa tek ne sot temperaturat ishin 9 gradë, po shikoja në kohë reale që në Egjipt temperaturat shënonin 25, ndërkohë nesër do të ishin 28, 29 tek kështu në vijim për gjatë javës, kështu që vazhdon plazhi. Kështu që po, është një destinacion që preferohet shumë, është një konkurrent i fuqishëm me Antalya sa i takon sezonit veror. Preferohet më së shumti nga çiftet aventuriere që nuk duan vetëm pushimet në resort, por duan të shijojnë të gjithë shumëllëshmërinë e aktiviteteve dhe bukurive që Egjipti ka. Duhet i kërkojmë Vasit që ta bëjmë emisionin në Egjipt. Kjo është super ide. Shumë super bukur. ide. Dhe madje do kishim edhe Lefterin që do na çonte në të gjitha ato pikat kryesore, do na Jo, tregonte. shikoj, Lefteria do detyroj të rinë te mene, se nga që ka këtë rubrikën të premte me ne. Do thoshte unë duhet të riq këtu gjithë javën të bëjmë gati për të premten. Të punoj si freelance. Edhe kujtimi me ne. E vërtet, do të ishim edhe me ofertën e ditës, sikurse kemi qenë edhe në Antalya, tani është radha për të qenë edhe në Egjipt për të inspektuar nga afër të gjitha resortet. Por ne kemi një guid në dispozicion, ne dhe të gjithë ata që zgjedhin të shkojnë me pushime në Sharm el Sheikh. Është një guid shqiptare e cila është në bashkëpunim me guidën lokale dhe bën turet në të gjitha pikat kryesore të Sharm el Sheikh. Them më shumë Sharm el Sheikh edhe pse Egjipti ndahet në dy zona, në Sharm el Sheikh dhe Hurghada. Por Sharm el Sheikh preferohet më së shumti për shkak të jo vetëm llojit të detit, jo se bën një diferencë shumë të madhe, por është pak më shumë ranor dhe preferohet më së shumti për të bërë scuba diving dhe duhet thënë që aty janë disa nga pikat më të bukura në botë për të bërë scuba diving. Goxha të kripur në fakt. Shumë të kripur. E ke provuar? Ti po, kam qenë. Dhe kur vajtet e deti bëra është një nga vendet më të bukura, jo, ndryshe nga plazhet tona që ta lejojnë mundësinë të notosh, është sikur po e çan deti në këmbë dhe ndihesh shumë i rënd, duhet të dalësh edhe të shplash. Edhe një nga gjërat më të bukura është fakti që është shumë i pasur, ka shumë llojshmëri peshish edhe koralesh, po ka rregulla strikte që nuk do duhet marrësh asnjë koral nga brigjet e Hurghadës. Paktën, kjo është e njëjta gjë edhe për Sharm el Sheikh. Është e vërtet. Bota e tyre në New York është fantastike dhe janë shumë strikt për ta ruajtur sepse është një nga atraksionet kryesore të turizmit. Kështu që duhet ta ruajnë njëjtë sikurse ruajnë me skepticizëm edhe zonën e piramidave apo qendrën e qytetit që në mbrëmje bëhet si një porrallë e bukur Aladini me drita të shumta dhe muzikë tipike të zonës, por edhe të performancave të ndryshme që zhvillohen thuajse çdo mbrëmje. Tani familjet përgjithsisht e kanë me një çik merak kur vjen puna tek fëmijët e tyre dhe tek argëtimi i fëmijëve. Kemi oferta, si thua, ekskluzive, speciale për fëmijët që vizitojnë, po themi, këto zona Sharm el Sheikh ose nuk e di. Patjetër. Shiko, Sharm el Sheikh ndër të tjera tani është, nëse dikur kur thonim që po shkojmë me pushime në Egjipt, ishte një duke sikur po thoje po shkoj në fund të botës me pushime dhe kategorizohej njerëzit që shkonin me pushime në Egjipt sikur ishin shumë të pasur, edhe sikur ishte një luks që sikur po bënin një çmenduri të madhe. Nuk e preknin dot të gjithë, ndërsa tani për shkak të afërsisë së fluturimit që është më pak se sa 3 orë në fluturim direkt, pra nuk e tranzit, nuk duhet mendosh për valixhet dhe për gjithçka tjetër, është shumë komod për të udhëtuar
edhe me fëmijët. Edhe resortet janë lehtësisht të dashurueshme secila prej tyre për shkak të shumëllojshmërisë së aktiviteteve. Fëmijët janë në fokus gjithmonë, nëse fëmijët janë të lumtur, e gjithë familja është e lumtur me pushime. Ka miniklabe të ndryshme në secila në çdo resort që ndodhet atje, miniklabe të cilat i mbajnë të zënë për gjatë gjithë ditës, por edhe në mbrëmje janë të ndara shfaqjet me orare. Pra ka orare që shfaqjet janë të dedikuara vetëm për fëmijë, ka edhe orare të cilat janë në mbrëmje pak më vonë, të cilat pasojnë më pas edhe me festa deri në orët e para të mëngjesit, pa shqetësuar të gjithë ata që duan ta mbyllin ditën herët sepse duan të jenë nesër sërish aktiv për një ditë tjetër në plazh. Por ka një shumëllojshmëri aktivitetesh, konkursesh, si të them, lojra të ndryshme edukative, jo vetëm argëtuese, me të gjithë stafin që është në dispozicion, por edhe me komunitetin e fëmijëve që krijohet atje me njëri tjetrin, edhe pse ndoshta nuk flasin të njëjtën gjuhë, fëmijët kanë gjuhën e tyre dhe gjejnë gjithmonë argëtohen. Sa bukur është kjo, sepse kthehesh nga pushimet edhe ditën e parë të shkollës thua isha në Egjipt, takova një vajzë ose një djalë kështu që më tregoi dhe kjo është një përvojë shumë interesante. Kurioziteti më i madh i Francit për të qenë i lumtur. Kam përshtypjen është në paketat që ofrohen për në Egjipt. A është e njëjta teori si në paketat në Turqi që fëmijët deri në një farë moshe janë falas? Se te lekët e ka të gjithën. Për fëmijë si puna jonë për shumë. Po do marr të lagjes. Po deri në sa është mosha? Është deri në 35 për fëmijët. A duhet të jenë të tut apo mund të marrësh në një kushuri dhe të thjesht që është fëmijë? Jo, është prokurore Mikaj. Të tut edhe me dokumenta. Me dokumenta. Të tut patjetër. Fëmijët deri në moshën 12 vjeç, po janë nuk duhet të paguajnë asgjë ekstra sepse kur e them këto janë falas, nuk duhet të dhurojnë fëmijë për t'i marrë me vete në pushime kur e themi këtë që janë fëmijët falas, por nuk duhet paguajnë asgjë ekstra deri në moshën 12 vjeçare. Resortet ndoshta më në zë që këtë vit do tërheqin edhe vëmendjen e gjithëve njëjtë sikurse edhe vitin e kaluar. Të paktën kështu tregojnë shifrat e deri më tanishme të early booking janë Meraki Resort dhe rrjeti i hoteleve të Sunrise. Janë shumë resorte njëra pas tjetrës, të cilat secila prej tyre ofrojnë shumë llojshmëri apo kategorizime të pushuesve. Për ata që duan pak më shumë festa, për ata që duan pak më shumë zonë të dedikuar plazhit, për ata që duan më shumë aktivitete për fëmijët, pra edhe vetë resortet bëjnë ndarjen e tipologjive të pushuesve. Po, sepse ka dhe resorte adultondi, pra që nuk ka fare fëmijë. Këto moderne, po. Kjo është shumë e rëndësishme. Janë këto ku Kjo është për çiftet e reja që nuk duan të Meraki nuk se aplikon këtë? Po. Që është vetëm për të rriturit? Jo, Meraki nuk është vetëm për të rriturit, tani më ka ndryshuar koncept, është edhe për fëmijët, por pa diskutim që për të rriturit ka një fokus edhe më të madh për shkak të festave. Atje duhet thënë që koncertet janë të shumta njëjtë sikurse edhe në Antalya ftohen DJ shumë të rëndësishëm edhe ka një program të mirë menduar për të rriturit, për të mos u mërzitur, të paktën për atë kohë që qëndrojnë në resorte, sepse në Egjipt nuk edhe shumë kohë të qëndrosh në resorte të duash. Sa bëjmë ne? Kur do merret vesh se cilët do jenë të ftuarit? Se për mua ky është përfitimi më i madh i pushimeve në për resorte. Se praktikisht duke qenë se ne do jemi zonë të premte, unë do përpiqem që të fus miq sa të mundem nga vasi që të marr informacione paraprake, por edhe nëse nuk ka festa në Egjipt ka shumë për të parë dhe për të bërë. Nada ka qenë kështu që resortet pa diskutim që ofrojnë shumë çka, por një vizitë në piramidat e famshme të Egjiptit apo një xhiro në Luminil apo scuba diving që e thash është një nga aktivitetet që nëse nuk e bën atje, atëherë ku do ta bësh? Janë pikat më të bukura të zhytjeve dhe me një asistencë që duhet thënë që është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme të gjesh guidën e mirë, patjetër. Mendohet si një sport, le të themi për aventurierët ose për ata që nuk e vrasin shumë mendjen dhe duan të shijojnë pushimet me të gjithë energjinë e mirë dhe të adrenalinës, por situata ndryshon kur je shumë metra në ujë dhe ke probleme me frymëmarrjen apo nëse nuk e marr trajnimin e duhur. Ke rrezik të dalësh në Spanjë, nëse nuk ke diçka mund të ndodhë. Del kështu. Pak po e sigurt dhe mund të dalin edhe pushimet hundësh pastaj dhe të të kap ankthi edhe të mos kesh më dëshirë për të shijuar pjesën e mbetur të pushimeve. Kështu që pjesa e trajtimit është shumë e rëndësishme. Sa ditë do të ishin mjaftueshëm për të bërë të gjitha këto aktivitete, pra edhe për të shijuar resortin, qoftë në Hurghada ose në Sharm el Sheikh, po edhe për të bërë një udhëtim të shkurtër drejt Kairos.
duhet menduar që një ditë e tërë shkon për të parë piramidat. Pra, për ata që duan të bëjnë guidën e piramidave, shkon një ditë e tërë në nga mëngjesi deri në mbrëmje. Për vetë faktin që është shumë vap, edhe duhet të rish të presësh momentin e duhur për të kapur fotot, ndër për të shqetësuar pastaj. Ndër të tjera. Kështu që nëse një ditë do t'ja dedikonim piramidave, për ata që duan të shijojnë guidën e lumit Nil, është po ashtu një eksperiencë tjetër e cila do të marrë një pjesë të mirë të ditës për të mos thënë të gjithë ditën. Scuba diving po ashtu kërkon para përgatitje, sikurse e tham, edhe nuk është thjesht një procedurë që ti e bën për çerë kore apo 20 minuta dhe e mbarove si aktivitet dhe pastaj mund të shijosh gjithë pjesën tjetër të mbetur të ditës. Kështu që paketat 5 net apo 6 ditë apo 6 net dhe 7 ditë janë më optimale për të shijuar pushimet mirëfilli, për të shijuar edhe një festë në orët e mbrëmjes deri vonë për ta gdhir ose për të shkuar në qendrën e Sharm el Sheikh edhe për të marrë të gjithë mikpritin e tyre të ngrohtë me festat, me pije të mira, që duhet thënë dhe këto të paktën në Egjipt ka disa zona ku mund të shijojmë vërtet pije të importuara alkolike, sepse duhet thënë që jo në çdo vend mund të shijojmë alkoolin e importuar, por ka disa zona shumë të mira dhe të paktën resortet elitare apo me 5 yje janë gjithmonë duke ofruar këtë gjë, të cilët shqiptarët e duan. Sidomos në pushime e duan me patjetër. Kjo është vërtet. Ka njerëz që nuk zgjedhin këto vendet tipike, shumë të njohura, ky turizëm masiv për shembull. Okej, në Sharm el Sheikh, tek këto resortet, në Kairo për të parë piramidat edhe kështu me radhë. Ka njerëz që duan ca vende të pazbuluara ende, ca pika që janë, si më thon, shatra të vjetër ose zona që nuk shqiptojmë dot as emrat. Pikërisht. Ato gjërat që Disa agjencia ku e gjete këtë. Unë për shembull jam zona të rrezikshme në Francë. Prandaj ndonjëherë domosdoshmërisht edhe në këto vende të për shembull, janë të unë jam njohura, njëri që ofrojnë shërbimin e duhur. Qartë. Jam një njerëz që do doja të provoja gjëra që nuk janë aq të populluara, me njerëz të njohura, masive dhe kështu me radhë. Ke shumë të drejtë, por duke menduar që pushimet janë të paktën duke menduar kohën e limituar që të gjithë ne kemi në dispozicion për të shkëputur nga rutina e punës, e jetës, sidomos ata që janë me fëmijë ndër të tjera e kanë të pamundur për të qenë 10 ditë ose 2 javë, ose janë shumë të rralla rastet e njerëzve tani më që pushojnë 2 javë njëra mbas tjetrës për të shijuar edhe zona të cilat nuk janë shumë të njohura. Ka disa zona patjetër, por është vështirë vërtet që unë t'ja u shqiptoj emrat sikurse duhet, por duke marrë në konsiderat temperaturat të cilat janë relativisht të larta në periudhën e sezonit, dhe këtu po flas për korrigushtin, dhe duke marrë në konsiderat me fëmijët është gati e pamundur, por ka aq shumë gjëra për të bërë, të cilat ti vendos në listën tënde to-do list ose bucket list kur ti shkon në Egjipt, saqë më besoj që 5 net apo 6 ditë janë në limite të kohës për të shijuar edhe këto lloj aktivitetesh. Komunikimi është i thjeshtë me të? Mund të jetë problem gjuha? Jo, nuk vende është. Që preferon Francit Për mua që e flas gjuhën e tyre nuk është problem. Pra njohin anglishtën. Ka shërbim as resort as asgjë, kështu që komunikimi sigurisht është i vështirë. Po kudo ku shkoj zjarrin me gur Francë. Më hapen rrugët më kudo që shkoj unë. Ideja është që guida, sikurse unë e përmenda, është shqiptare, por gjithashtu është në bashkëpunim me guidën lokale në Egjipt, kështu që për çdo pyetje apo interes apo kuriozitet që Franci mund të ketë për të shkuar edhe në pikat më të fshehura të Egjiptit, pyet atë egjiptian. Merr guidën për dorë me një shkop në dorë dhe eksploroj nga fillimi në fund. Pak më herët ne sugjeruam edhe një destinacion të ri, me sa duket po bëhet trend, meqense po flasim për Afrikën, Egjiptin, Maroku. Ata së fundmi po nxisin më shumë edhe turizmin e kulinarisë. Pra ta vizitosh Marokun jo vetëm për historinë, por edhe për ushqimet e veçanta që ata kanë. Kemi ne paketa për Marokun, po e vizitojnë shqiptarët Marokun? Ne me Premium Life, emisionin e bërë sezonin e kaluar, unë kam pasur fatin të jem në disa nga vendet më të bukura të botës. Dhe nëse më pyesin cilat janë eksperiencat më të veçante që ti ke, në top listën time është Jordania dhe tani më dihet në aq herë sa kam thënë, dhe e dyta është Maroku. Maroku është një magji më vete, është një eksperiencë të cilën ti e shijon dhe të përpin, dhe është nga ato eksperienca të cilat ndoshta të jep shokun më të madh emocional ndonjëherë, sepse kulturor patjetër, sepse sapo mbërrin dhe pozicionohesh në Marrakesh në qendrën e qytetit, ti habitesh me një aromë të pakëndshme të kuajve, të duket shumë kaos, shumë rumur, ndryshe nga Europa me cilën ne jemi mësuar ta frekuentojmë më së shumti dhe duket sikur nuk do shijosh asgjë tjetër. Por më pas kur viziton kopshtet e Majorel apo kur viziton Casablancën me oqeanin fantastik, kur shkon në Rabatin dhe të
të duket si një Santorini i vogël. E më pas të gjithë mikpritjen e tyre që janë në dispozicionin tënd për çdo gjë që ti do, pa diskutim që Maroku nuk do shumë për ta vizituar. Po çmimet si janë atje, krahasuar me Egjiptin. Me Egjiptin. Çmimet në të dyja vendet janë të lira. Okay. Pra, ndoshta pjesa që kushton më shumë është pjesa e biletave, që duke marrë në konsiderat që janë ende destinacione të largëta, edhe pse kanë linja direkte dhe tani më shmanget tranziti, përsërish çmimet e biletave janë të larta dhe në Marok kemi një fluturim me tranzit, pra bëhet me tranzit gjithmonë, ose nga Milano ose nga ndonjë aeroport tjetër Nuk kemi linjë direkte. Nuk ka linjë direkte me Marokun, kështu që në momentin që fluturimet janë me tranzit, sigurisht që çmimet e biletave janë edhe më të larta, por nëse Maroku është një vend për të vizituar, patjetër që po me gërma kapitale. Një pyetje të fundit të Lefteri, sepse ne çdo të enjte këtu kemi atë rubrikën tonë që e quajmë Travel Hacks, cili është gabimi më i shpesh që bën njerëzit kur udhtojnë dhe ç'a këshille do t'jepje ti si një njerëz që merresh me dhe i ke parasysh pak a shumë rregullat e udhëtimeve? Nuk do thoja një rregull, sesa do thoja një skepticizëm. Në rastin konkret, duke qenë se sot folëm për Egjiptin dhe fokusin e kishim atje, kemi tendencën të themi që është shumë nxehtë dhe është e papërballueshme dhe ka shumë lagështi dhe të merret fryma. Nuk është kaq e vërtet. Nuk është asgjë e jashtëzakonshme nga ajo çfarë ne përjetojmë në fakt në Tiranë, ku në korrik dhe gusht temperaturat shkojnë në 45, ndoshta vjet, kështu që ideja është që atje as deti nuk të freskon, sepse është ngrohtë në det, edhe vap po ashtu dhe jashtë. Po, shumë ngrohtë. Po është e përballueshme. Është e përballueshme dhe duhet thënë që po flasim për resort elitare me pesye, që domethënë të gjithë shërbimin dhe facilitetet që ti i gjen atje nuk i gjen asnjë cep tjetër të Shqipërisë, po nuk kemi ende në ato standarde, por Egjipti tani më mban top listën për resortin me pesye. Po gjithsesi syze, krem dielli, në një syze, shami, kapele, ngjyra të çelta, të bardha, jo të zeza, linora patjetër, kapelet nuk duhet të mungojnë në asnjë moment dhe mbi të gjitha të marrim këshillat e guidas vendase. Ata janë gjithmonë orientuesit më të mirë si për oraret për të vizituar atraksionet që ne përmendëm, si për kohën që duhet të shpenzojmë, por edhe kujdesin që duhet kemi, sepse ndoshta në Kairo për ata që bëjnë udhimin e piramidave është një zonë e cila gjithmonë duhet frekuentohet me një guid apo me një shoqërues, sepse nuk janë zona shumë të sigurta, ndaj më ka ndodhur mua një episod pak i çuditshëm, sepse atje ka shumë si quhen deve që qarkullojnë edhe ti mund të bësh xhiro me to, edhe vendasi duket sikur janë shumë miqësorë dhe të ftojnë që të hipësh edhe free fala sa bëhet. Deri në momentin që je aty sipër, pastaj ai ti përballesh me kërcënime. 50 euro, dhe thotë se nuk më jep para, unë nuk të zbres nga aty. Dhe ta thotë në zë këtë gjë, kështu që asnjëherë të pashoqëruar edhe vetëm në vende të tilla se nuk është vendi ku duhet të bëni si trima, siç e kemi si zakon ne që i dim të gjitha, i bëjmë të gjitha vetë. Mirë, se të bjer ai tipin në ndonjë kokrisur shqiptar, po ja merr lekët ai. Po çfarë thua? Ideja është të prishën pushimet se zgjidhja ka gjithmonë, por nëse në Europë kemi të gjithë hapësirën e mundshme për të shpalosur talentin dhe për të qenë vetë në guidat, paktën për destinacione të tilla, guidat janë shumë të rëndësishme, ndaj vast paktën për këtë pjesë nuk bën asnjë kompromis, po zgjedh gjithmonë që çdo pushues të shkojë me guid. E fundit edhe e mbyllim këtu, ka nisur rezervimet për Egjiptin? Po, rezervimet kanë nisur, tani më edhe për të gjitha agjencitë, hotelet janë në sistem me çmimet përkatëse. Duhet thënë që Meraki dhe Sunrise, për cilat ne folëm sot, janë vetëm disa nga resortet që ndodhen në sistem. Ne në vijim pa diskutim që çdo të premte do të jemi edhe me çmime konkrete, por edhe me një guid të mirë detajuar të vendosjeve. Do na jepte një biletë. Javën tjetër Lefteri mos hajde duar bosh. Sa javën tjetër ne do jemi me pushime falas për letra, do vi me letra. Sezoni është i gjatë Lefteri që kështu kie parasysh, ke 3 moderator që të presin si sytë e ballit. E kapëm një usti. Do propozoj ta bëjmë një emision atje. Faleminderit shumë, shihemi javën tjetër, fundjavë të mbarë Lefteri. Gjithashtu. Shumë faleminderit. Okej, ne do dëgjojmë muzikë dhe kthehemi me këto emocionet e Egjiptit. Do luajmë me top. Po, patjetër.